Kam kënaqësinë që po e takoj në Prishtinë të madhen Aurela Gaçe. Përshëndetje. Faleminderit i dashur, faleminderit. Po nuk jam e madhe, jam 1,60. Me tropsi e madhe, po ja artiste e madhe. Faleminderit shumë. E ke kallë sonte edhe çysh u ndjeve para publikut të Prishtinës në Shash. Publikun e Prishtinës unë e kam takuar artistikisht dhe fizikisht që në 95-ën, kur vetë kam qenë vetëm 21 vjeç. Dhe aty jam mahnitur nga dashuria që kishte për artin, për muzikën shqip, për muzikën e vjetër. Aty kam kuptuar që duhet të mate mirë kur vinë në Prishtinë. Një gjë, nuk e dia e dem, po Prishtina nuk e don se cilin artist. Fatkeqësisht ose fatmirësisht. Këtë nuk e dia. Kush je me fat? Prishtinë, të dua. Ç'a bën Aurela si është? Mirë jam. Dukesh mirë. Tregon me punën, e di që sezona veç ka fillu besoj. Po, sezoni ka filluar, por fatmirësisht nuk hy më te artistët që pres sezonin, do më thënë njerëzit më duan edhe në janar dhe në shkurt. E kemë të ngarkuar besoj. Po mirë, sigurisht vera është pak më e ngarkuar, si që janë dhe festat në fund vit ose festat tjera që janë gjatë vitit, sepse ka më shumë festa, ka më shumë grumbullime me njerëz, kështu që festa private, në të cilat jam e përzgjedhur nga familje që duan zërin tim dhe kjo më kënaq. Okej, kur do vini projekt i ri? Jam duke punuar në fakt intensivisht, kam më shumë se 2 vite e gjysmë që po punoj me një album të herë totalisht tradicional, të reja të gjitha, por ja kam kushtuar qytetit tim, le të themi është një homazh, si thua, për qytetin tim, për fëmirin time, për mallin që kam, sepse unë jam një vajzë që vërtet jam rritur atje deri 18 vjeç, dhe pastaj kam provuar ardhjen në Tiranë, kam provuar ikjen në Amerikë, kam provuar shumë etapa të jetës dhe si duket tani më erdhi momenti që t'i kthehem rrënjës time me muzikën tradicionale, jo të vjetra, të reja, por jam bazuar në folkun e Vlorës dhe të Jugut. Faleminderit shumë për kohën edhe shihemi herën tjetër. Faleminderit.